Përshëndetje, kjo është vazhdimësi e videos kalume. Këtu si që krijuam projektin, do më thonë 800 piksela, është hap kjo hapësira bardhë është hapësira punuese ku e bëmi për shembull projektin. Po këtë video do të mësojmë se si mi vendos format në Illustrator. Për shembull, shumica e dizajneve bëhen të kombinu, do më thonë format, fotografia edhe tekstin, do më thonë kombinimi i këtyre tre elementeve paraqitet në dizajn. Po kemi edhe dizajne që janë vetëm me foto, kemi dizajn që është vetëm me tekst, po kemi dizajn që është vetëm me forma. Por edhe kombinimi i formave, teksti, fotografia edhe do më thonë format. Po në këtë rast do të mësojmë disa mënyra çish me vendos një formë në Adobe Illustrator. Okej, hapi parë, klikojmë këtu te ky katrori. Më thonë e shif një video të vazhdim që kena me paraqit, shumica projekte fillojnë me katrora, po me rreth, tani ty kombinu ato, krijojmë forma tjera interesante. Për marr katrorin, forma parë është me klikoj katrorin, edhe vetëm klikoj me mouse edhe vendosi domethënë lëvizje të lirë me bëj kështu dy. Okej, kjo është një formë vendosa. Selektoj, po klikoj delete, pe fshi domethënë. Kjo është mënyra parë. Mënyra dytë është e klikoj me katrorin, një herën e parë, po e mami shiftin shtypur. Kur ta mami shiftin shtypur edhe me mouse kështu, shifti na mundson që forma mu kriju në mënyrë proporcionale. Shikoni, krijohet me dimensione të sakta. Do thonë, u kriju tamam katror, se u bë me dimensione të sakta. Okej, e klikoj delete. Edhe mënyra e tretë është vetëm e klikoj katrorin, edhe klikoj dikon këtu në hapësirë, veç me tastin e majt, edhe hapa dritarja. Thot, sa me sa po me kriju projektin që për bëj, për shembull 500 piksela me 500. Okej, edhe u kriju katrori 500 me 500. Dhe më thonë, e kemi mundësin me lëvizje të lirë, e dyta kemi me mënyrë proporcionale, edhe e treta mi caktu nga dimensionet sa me sa mu kriju një formë. Dhe më thonë, këtu kemi, kjo ishte sa i përket katrorit. Po këtu kemi forma të tjera, kemi këtu me formë elipse, rreth, gjashkëndshë e diçka. Njëtat rregulla vlen edhe për këto. Që pe klikoj këtë, me shift bëhet në mënyrë proporcionale. Me kthej pe fshi, domethënë me delete, pa shift muj me kriju vetëm çu du sipas dëshirës. Edhe nëse klikoj kështu, hapet dimensionet për shembull që pe bëj 350 me 350, edhe hapet domethënë krijohet mbasi me dimensione sa kena zgjedhur. Edhe këtu e kemi me menaxhu që për shembull 350 me 350, nëse e bëj 500, për shembull shikone po 500 të dion për shkak që këtë ryni këtu na ka mundësu që me rrit në mënyrë proporcionale. Okej, pe klikoj pe fshija kët. Me tasën e djathtë në shkomi e zgjidhmi ellipse tool, domethënë kjo është për rrethi. Prap pa shift vendosi çfarë dush formë po du. Me kthej mbrapa CTRL-Z, ndërsa që po provoj me shift, domethënë e kam selektuar rrethin, po klikoj me shift, shikoni që është bëu tamam rreth perfekt. Njëjtë edhe kjo, vetëm klikoni në tastin e majt tonë hapësirë dikon shfaqet me kliku dimensionet edhe krijohet dimensioni sa me sa. Okej, e kemi këtu edhe tash të çtu dyja pak ndryshon stata. Pse i kemi do mundësi shtesë përveç tëme. Okej, pe klikoj këtë, gjashkëndshën shikoje, me shift, bëhet tamam në mënyrë proporcional. Pa shift, pra bëhet, do më thonë kjo nuk na mundëson pa shift, se kjo vetëm lëviz. A me shift, shifti e korrigjon pozicionin, qëre. Pa shift e lëviz, me shift, shifti e korrigjon pozicionin. Okej, e bona gjashkëndshë. Po, shakoni për parësi tjetër. Nëse klikoj këtë gjashkëndshë, klikoj këtë njëherë me tasën e majt, të shfaqet, apo du me bëj gjashkëndshë, atë për shembull 8 këndshë, që e bëj 8, okej, shikoni, tash të bëj 8 këndshë. Edhe hapi tjetër është, pe selektoj gjashkëndshën, pe bëj me mouse shtu, po mouse-in nuk pëlqej, domethënë kam klikuar mouse-in e majt, edhe me shigjeta poshtë lart, çore, krijoj më shumë apo më pak kënde. Shikone. Që në këtë rast 5 këndë, 6 këndë. Okej. Pe selektoj këtë, pe fshi. Edhe opcionit tjetër që është të rëndësishëm me vendos një formë është ylli. Që e klikoj ylli, pa shift, dhe më thonë qëre muj që shdu me regullu. Nëse klikoj shiftin,
Shifti ma korrigjon edhe vendos kështu drejt, që do të më vendos yllin në formën e saktë. Okej, pe selektoj, pe fshi, delete. Pe klikoj yllin, nëse klikoj tash në hapësirën e bardhë, do më thonë kjo është opcioni tjetër. Klikoj yllin e bardhë, unë vetu, apo do në yllin më bo me 5, me 6, me 7, klikoj me 7, shikone del ma shumë kësi kante tyllit, ose brinjë, që me thonë. Okej, dërsa nëse klikoj me bo, e ka mausin shtypur, edhe njëjtë shkoj si të gjashkën që do më thonë me shigjet lartë, poshtë, kryohen ma shumë kësi brinjë. Edhe nëse e klikoj, do më thonë së të lëjën, qëre, muj me bo ma të teksume, muj prej mrenit, prej jashtit, prej mrenit, prej jashtit, do më thonë muj me bo kësi forma. Më thonë, mausin nuk i ku mëshu asë një moment, qëre, tash jam të majt me ctrl të bo këtë. Nëse du me shtu konde, mausin prape maj shtypur edhe shkoj me shigjet lartë, poshtë me kryu, do më thonë, sa po du one, qëfar forme po du one. Okej, kjo ishte sa i përket si me vendos forma në Adobe Illustrator. Do të mësojmë në videon tjetër mësimin e kollës.